Njëherë nuk jemi shquar për mos respektim të vendimeve gjykatës kushtetuese, edhe në këtë kontekst prandaj presim me padurim, edhe por nuk me logjikën time nuk shoh asnjë mundësi që gjykata kushtetuese të thotë që votimi i fshehtë i cili është i parapar nga kushtetuta të jetë kundër kushtetues. Domethënë këtu ka një edhe vetë vonesa tregon që ka një dilemë të madhe se si të vi përgjigja, sepse nuk mund të jetë votimi i fshehtë antikushtetues, as procedura që jemi duke ndjekur tani nuk mund të jetë antikushtetuese. Po nëse mbeten zgjedhjet e vetmi alternativ, ne kemi thënë që në fillim, mirë po mos harroni që për shkuarje në zgjedhje ka përsëri nevojë të konstituojmë kuvendin dhe më pas të ulemi edhe të vendosim së bashku t'i drejtojmë presidentes, ta shpërbëjmë kuvendin dhe t'i drejtojmë presidentes për një datë të re. Asnjë moment nuk hezitojmë të hymë në zgjedhje të reja, mirë po do të bëjmë çmos që të mos e detyrojmë qytetarin të shkojë edhe 2 herë brenda mitit për zgjedhje nacionale, por sinqerisht jemi shumë të hapur për zgjedhje, mirë po edhe aty na nevojitet bashkëpunimi me partitë e opozitës, sepse vetë si koalicion i tashëm qeverisës nuk do të mund të shpallim zgjedhjet e reja. Ne kemi 21 herë që nuk jemi duke votuar për kandidat, por jemi duke votuar për procedurë. Ta të kalojmë fazën e procedurës, edhe është disi edhe pasinqert kjo kërkesë, sepse do t'ishte njësoj si kur unë tani të vija këtu dhe thoja po, edhe ne nuk e blokojmë kuvendin nëse Partia Demokratike e Kosovës emron si propozon si nënkryetare Sala Jasharin, apo veç pse vi prej Deçanit nëse e propozon Fadil Hadërgjona i LDK-ja. Partitë vetë vendosin kë e propozojnë. Nuk është e drejtë e tyre e pakontestueshme, nuk propozojnë partitë kandidat konsensusi. Partitë propozojnë kandidatin që ata mendojnë që pasi të zgjidhet do ta kryej punën më së miri. Prandaj edhe është propozimi i zonjës Haxhiu, e cila është jo vetëm gruaja më e votuar në Kosovë, por ka dëshmuar me punën dhe përkushtimin e saj shumë vjeçar, jo vetëm gjatë mandatit fundit, që punën e kryetares së kuvendit do ta kryente shkëlqyshëm. Faleminderit shumë për interesimin tuaj. Përshëndetje, po më rastis me u deklaru pas partisë e cila e ka obligim ligjore kushtetuese me konstituu kuvendin. Sot ishte hera e 29 që po tentohet që të konstituohet kuvendi dhe të zgjedhet kryeparlamentarja, edhe pse parafolsja tha që ne po votojmë për procedurë dhe jo për kryeparlamentare, në fakt ne kemi filluar me votimin e kryeparlamentares dhe tash ne thojmë se këtë rast po dështon zgjedhja kryeparlamentares, po dështon Albin Kurti. Ne nuk po shohim ndonjë zgjedhje, nuk po shohim që ka angazhim të kësaj qeverie për zgjidhjen e këtij gërçi politik që është formuar, nuk ka interes sepse sot në soll ishte kryeministri në detyrë, ishin ministra, do të thonë para dite janë deputet, pas dite janë kryeministra, janë ministra, janë zavens kryeministra të cilët e kanë uzurpuar edhe institucionin e Kosovës, qeverinë e Kosovës, po ashtu e kanë uzurpuar edhe kuvendin e Kosovës, duke mos tentuar dhe duke mos i siguruar shumicën e thjesht për kalimin e kryeparlamentares që propozuar nga kjo qeveri. Neve na vjen keq, edhe pse kemi dhënë alternativa, edhe që jemi mundu që ta zhbllokojmë këtë gërç që është formuar në konstituimin e kuvendit të Kosovës, nuk po mirëpritet nga kjo parti, sepse në raste të kaluara, nëse do të kish pas propozime të tilla, unë besoj se secila parti i kish pranuar në mënyrë që të kaloj kryeparlamentari. Kryekput është detyrë e kësaj qeverie me i siguru 61 vota dhe me votu, dhe asnjë formë nuk e ka obligim parti tjera me votu një kryeparlamentare, po as kryeministrin në të ardhmen, që nuk kanë ndonjë marrëveshje politike apo nuk kanë ndonjë koalicion politik.
Zhvarritja e tillë është e pakuptimshme dhe unë mendoj që edhe po shpresojmë që gjykata kushtetuese do ja jep një